Vëllezër e motra, Allahu xhaleshanuhu e ka zbritur Kur'anin ilaç, udhëzim edhe me mësime të arta. Pejgamberi alayhis salam një ditë duke dashur t'ua komentojë një pjesë të ajetit nga surja At-Tauba, ju tha shokëve të vet: kush e lexon 7 herë në mëngjes edhe në mbrëmje pjesën e surës At-Tauba, ku Allahu xhaleshanuhu thot: Hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Më mjafton Allahu mua, nuk ka zot tjetër përveç ti, atij jam mbështetur dhe ai është Zoti i Arshit të Madh. Kush e thot këtë 7 herë në mëngjes edhe në mbrëmje, pra vazhdimisht çdo ditë e përsërit nga 7 herë në mëngjes edhe në mbrëmje, Allahu xhaleshanuhu do t'i largojë të gjitha brengat dhe shqetësimet e dunjas edhe të botës tjetër të ahiretit. Mësime të arta, mësime nga Zoti, formula suksesi dhe sigurie. Prandaj le të jetojmë në hijen e këtyre mësimeve të arta.